Më rodhen lot nga sytë e shpirtit. Ky mall i çmendur më torturoi. Më mirë në kryq, në vend të Krishtit, se sa i vetëm veç të gjalloj. Ky shpirt i brisht që preket let, nga fjala rënd dhe xhelozia, më prishi punë gjithmonë në jetë, mi bëri ster ditët e mia. Po çfarë ka njerëzit që e gërsohen? E çfarë kërkojnë ma shumë nga unë? Ata që s'mund të dashurohen, përse nuk ikën, për prishin punë? Më dhem gjithë trupi, më dhem gjithë shka. Sa fort më dhem sot gjoksi im. Kjo botë e madhe, plot vende ka, po dhimbja ime nuk gjen shërim. Unë them të iki, ti le të gjitha, të marrë me vete veç mallin tim, ta bëj qivur të shkoj nga isha, atje i vetëm dhe në harrim. Pastaj të kthehem pas qindra motësh, kur bota ndoshta të ketë ndryshuar, të lyp lëmosh në mes metropolesh, si shpirt i brisht dhe i dashuruar. Të marri mavin asaj që dua, të shkoj tek bliri me gjel të egër, të vi pas meja jo me mua dhe të këndojmë këngën e vjetër. Dua të bëm pak sa i krisur, dua të bëm dhe lot të kësyt, dua të bëm dhe gjumi prishur, dua të bëm i ma vjyt. Faleminderit. Emo Nikola, Si të kam? si të kam, Shumë mirë. si ke kalu, Krejt mirë. me punë, babi, mami mirë, Mirë, top. ka pas një aktivitet, Bëu. ku ke shenë aktivitet të ditë? Në fisht. Në fish. Po, në shtegun fishtian. E qa bërë në fishti? Recitova, vizitova zonën. A më thash edhe ergi ande, jo, nuk ishte. Qfar? Ergi si ishte atje, jo? Jo, ergi. Jo, okej. Nikola, të bëju në dy pyetje të vogla. Po, 3. Unë jemi në këtu? Po, ajde bëj muhabet, se kemi të bëj muhabet, Nikola. Nikola, si po duket gjithë kjo emision që sot kemi bërë? Mrekullueshëm. Keni ndonjë pyetje për Nikolën ju të dytë? Nikol Urime, si gjithmonë ti sjell gjëra shumë veçanta dhe me mesazh shumë të bukur, doja të pyesja ku e gjen gjithë këtë frymëzim që i bën këtë poezi? Frymëzimi gjithmonë vjen nga poezia e cila përcjell një mesazh shumë të bukur dhe mundom t'ja shpreh publikut. Dhe besoja ke arrit më së miri, Urime. Shumë faleminderit. Bravo. Nikol Urime, të uroj suksesin të ardhmen dhe kam një pyetje. Happy birthday to you! Faleminderit shumë për një mesër! Niko, edhe i qimë! Shumë faleminderit. Ta gëzosh si pas dëshirës që ti mendon që është më mira për ty. Ta shi Niko, si që do rendi, da marri të në animosh pak se ti e... Po, hajdi Niko. Ja pa bo pyetjen o ki. Niko dhe pres. Pyetjen, ta shprit tortin njerë. Okej. Niko, ne i themi kështu, e ke parasysh, marrim i qik kështu, nuk po të fusim kokën të tërën këtu, po të bëjmë i qik këtu. Urime Niko, një duar trokitje, Ergi do e kthesh prap. Ergi është kujdes për gjithë të befasit bukur, falenderit shumë Ergi për Nikon. Falenderit shumë. Tashi po, harova po e ke? Po Niko. Të urova dhe suksese dhe në të ardhmen, po e kom një pyetje kështu. Po. Kur del në skenë dhe ai momenti kur del në skenë, a ke frikë nga kika? Jo. Niko, Kikën e kena gjën. ke pas në ankesë nga undi? Jo. Ua, jo, nuk ka, është mirë me mua ky. A po, a? Je mirë me mua. Bravo. Këtë do e lumtoj unë. Emocione ke? Pak, normal, emocione ka skena, Po. por jo shumë. Po kur është e kikën kështu, a ki emocione? Jo. Okej. Shumë e kikën. Unë do bëj një pyetje, po do të mendoni edhe ju për Nikon. Niko,
gjatë gjithë ti rrugtimit ti ke pas filma, ke realizu gjitha. Kush janë kanë gjëra që më të mira që ti mund t'i kujtosh ndonjëherë? Gjitha rrugtimet në filma dhe më shfaqim teatr më kanë pëlqy, por nuk mund të zgjedh njërin sepse gjitha kanë ato kujtimet e bukura. Damaris? Unë do doja ta pyesja në fakt duke qenë se poezia kohët e fundit, më saktë letërsia në përgjithësi është lënë pak lënë hije, doja të pyesja pak pse pikërisht poezinë dhe një mesazh për gjithë bashkëmoshatarët e tu duhet merren me letërsi, të lexojnë. Unë mendoj që gjithë moshatarët e mi të lexojnë sa më shumë dhe të jenë vetvetja. Okej, Lukas? Unë ta bëj pyetjen pak më në lidhje me programin. Ke kaluar gjithë këto faza, ke arritur deri këtu ku je tani. Si ndihesh? Shumë mirë. Gëzëm, që jam Joku? pjesë. Përveç konkursit që e këtu, sigurisht që do të kesh konkurrencë, por a ke zënë ndonjë shok ose shoqe? Po, sigurisht, shoku im është Dionisi. Jam shqiptar. Po, Por me Dionisin ke vetëm shoqëri apo keni edhe konkurrencë? jo shoqëri, po konkurrencë. Po edhe Ja, konkurrencë. Burrash, kështu, dëgjoj se ti je burr balësie. Burrash. Ti dhe Dionisi. Në finale. Po, muzika, tan tan. A do thosh vetë inshallah fitoj unë apo inshallah fitoj Dionisi? Tan tan. Dhe fituesi është Është? Është? Shpallë ti pra? Kush është? Jo. Sa dallave. E zgjedh publiku. Po publiku tash, po sipas te kush është? Nikon nuk të dia për dallaverdi. Duke qëndru shumë Edi Ramën, ky është bëj çik kështu. Jo, nuk mund ta zgjedh. Ë? Nuk mund ta zgjedh. Nuk mundesh, ë? Jo. Ti prapë po them, janë 100.000 euro. Të dan. por e gjitha i çmim, ore. Të dan. Mendo mirë. Ku do shkosh? Shoqëria. Shoqëria. Po Dionisi ta dha lejen më. Bravo! Unë jam krenar që kam qenë asë Niko këtu, bravo. Niko, Kjo tregon që janë shok shumë të mirë. po thëmë se na bëj neve kështu me dy mendime. Gjithashtu kjo tregon që ky show përveç se ka konkurrencë, gjithashtu krijon dhe shoqëri. Dhe kjo është shumë bukur, bravo. Një duar përgjigje për Niko! Niko, faleminderit shumë që ishe. Urime dhe i qimë, si shta do zemra ty.